parën do vazhdoj që ta përgatis shtresën me biskvita. Për 6 pjata, unë do përdor 7 lugë gjelle biskvita të bluara. Që biskvitat të bëhen bashkë me gjalpin. Biskvitat e përgatitura të parat i shtojmë në enën, ku edhe do i servojmë ëmbëlsirat. Me anë të një gote të çajit, do i shtypim kështu lehtë që të shtypen biskvitat. Tani do e përgatis kremin e bardhë. Në një enë të thellë do shtoj 500 ml qumësht, 2 gota nga 250 ml. Pak aromë vanilje, ose mund të hedhni vanilë sheqer. Te qumështi do shtoj 4 lugë gjelle sheqer, që pse ju doni më ëmbël, atëherë shtoni edhe një lugë tjetër. Për mua kaq është mjaftueshëm. Për ta formuar kremin të trash, unë do përdor një shiste ose gustin. Në total do shtoj 3 lugë gjelle të plota. Do përzijejmë që brenda mos të mbeten trupa, përpara se të vendojmë në zjarr për ta trashur kremin. Në temperaturë mesatare, duke përzier pa ndërprer, do presim që kremi ta fiton trashësinë e dëshiruar. Sapo të fillon kremi të trashet, do e ndalim zjarrin. Do përzijem pa ndërprer. Dhe menjëherë këtu do shtoj 50 gram çokoladë të bardhë. Unë po përdor çokoladë për gatim. Do e mbaj kështu në temperaturë të ndalur, derisa çokolada të shkrihet brenda te kremi. Kremi i bardhë tani është gati, do e marrim dhe do e zbrazim në gota. Pra unë në total do bëj 6 gota, por 4 nga këto i kam këtu para kamerës, 2 tjera i kam anësh. Mbi secilën do vazhdoj që të hedh nga kremi i bardhë. Do shkundim kështu që kremi të bëhet i barabartë në gota. Tani do vazhdoj që të përgatis kremin tjetër. Do na nevojiten 500 ml lëng portokalli. Mund të bëni me lëng të gatshëm të portokallit, ose të shtrillni portokallat dhe të fitoni në total 500 ml. Njëjtë edhe të lëngu i portokallit do hedh 3 lugë gjelle të plota me një shiste. Dhe sheqer përsëri do hedh vetëm 4 lugë. Do e përzijem një herë përpara se ta vendojmë në zjarr, edhe kremi i portokallit të trashet mirë. Në temperaturë mesatare, do presim derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar. Por ju lutem, përzijeni pa ndërprer. Duke u trashur kremi, ashtu do e ndryshon edhe ngjyrën, duke u zier, do bëhet më ngjyrë portokalle. Sapo të shohim që kremi po trashet, do e ndalim zjarrin. Do e mbajmë kështu edhe për 1 minutë tjetër, derisa të trashet mirë. Tani, edhe me kremin të portokallit, do vazhdojmë që t'i mbulojmë pjesët e mbetura në gotë. Do shkundim kështu që masa të bëhet krejt e barabartë. Kremi tani është gati, do e lë që të ftofet në frigorifer për 1 deri në 2 orë, pastaj do i dekorojmë dhe do i servojmë.
me të vërtet nga pamja dhe nga shija, ngjasojnë shumë me cheesecake. Në që është ftofur kremi mjaftueshëm, do vazhdoj që ta dekoroj. Ju gjithmonë mund ta bëni dekorin sipas dëshirës së juaj, por unë po ju demonstroj një. Ta vendoj nga një copë banane, kështu në mes të secilës pjatë. Do shtoj edhe nga 2 copë mandarin, nga të dy anët kështu. Pra një do vënoj nga kjo anë, një kështu nga ana tjetër. Tani pasi kemi edhe shegët, do shtoj edhe nga pak shegë. Kjo do jep ngjyrë, do duken edhe më të bukura. Me pak fëstëk të bluar, unë do përfundoj me dekorin e këtyre ëmbëlsirave, me të vërtet fantastike.